Përshëndetje miq, unë jam Marcela nga Dental Tourism Albania. Jam shumë e lumtur që po rinisim sezonin e podcastit në prag të festave të vitit të ri. Sot pra meje kam doktoresh Brunilda Hasa. Faleminderit për ftesën. Je shumë e mirëpritur nga Crystal Dent. Nga Crystal Dent. Wow. Doktoresh Brunilda, ne bashkëbiseduam pak më parë se të fillonim podcastin, u njohëm pak më shumë, mësova shumë gjëra për ty. Dhe diçka shumë interesante është karriera juaj. Keni nisur në farmaci dhe nisur dhe studuar farmaci, kam mbaruar fakultetin në farmaci dhe më ka hyrë në preferencë dhe në pëlqim dhe stomatologjia. Kam filluar ta dashuroj më shumë stomatologjinë. Çfarë ju shtyll të pjesa e stomatologjisë është një punë e cila të jep goxha adrenalin, ke një afërmitet më afër me pacientin. Ka më shumë ndjesi si punë, ndërsa farmacia është një punë shumë e bukur, por pak më ftohtë në komunikim, në të gjendurit afër pacientit në momentin që luhet. Okej. Pyetja ime po e mendoj veten si pacient, një pacient i vështirë apo që ka frikë, çfarë i bën, çfarë ilaçe? Në fakt është shumë e rëndësishme që ne të jemi aty për pacientin dhe mos japim atij ndjesinë ose asaj ndjesinë e frikës, sepse nuk ka pse të ketë frikë. Domethënë, procedurat janë, nëse ato bëhen me kujdesin maksimal, nuk ka asnjë arsye që pacienti të jetë i trembur, është normale për ta sepse vetë ambienti është i ftohtë, vetë procedura, por duke qenë se janë procedura të nevojshme, të domosdoshme, me një komunikim të mirë, me një trajtim sa më komod, sa më të rehatshëm, pa dhimbje, me qetësi, me një komunikim të afërt me pacientin, normalisht arrihet edhe që pacienti mos të kenë frikë. Në përgjithësi është arritur, domethënë le të themi që është arritur gjatë gjithë kohës, mund themi. A jeti një nga ato doktoresha që i bë pyetje gjithmonë pacientit kur e kanë gojën hap dhe s'flasin dot e bën? Më ndodh. A je mirë? Më ndodh dhe është një gjë e bukur që kemi të gjithë doktorët njësoj. Domethënë e merrni gjithmonë përgjigjen. Nuk thënë dot ju aty, si jam mirë. Kemi dhe një gjë tjetër që ne bëjmë, dentistët bëjnë të njëjtit humor, kanë sens humori, ironi pak të bukur, edhe kanë të njëjtat humor me çdo pacient, nga një herë asistentët na i dëgjojnë të njëjtat gjëra, të njëjtat batuta. Po rëndësi ka që është veshi ndryshe dhe reagimi ndryshe. Po, edhe e dramatizoni çik situatën. Okej. Meqense po flasim për komunikimin, çfarë gjuhësh flisni në klinikë? Në klinikë flitet shqip, italisht, spanjisht. Oh wow. Anglisht edhe anglisht. Spanjisht? Do të thonë jam hasur italisht, anglisht, spanjisht akoma. Pacient nga Spanja, në fakt po. Edhe italisht nuk kam punuar në turizmin dentar, kështu që normalisht. Të vjen natyrshëm. Edhe anglisht po për të njëjtën gjë, dhe spanjisht unë flas si gjuhë, kështu që pse jo. Okej, shumë bukur, perfekte. Në fakt kam pasur mundësinë të shikoj një dyje goxha të lartë për pacient spanjoll që vjen në Shqipëri. Këtë vite kam parë edhe unë, po këtë vite është ndjer. Këtë vite është ndjer kjo gjë. Më fol pak, domethënë prekëm pak në backgroundin tënd akademik. Më fol pak për eksperiencën si dentiste, sa kohë ka, keni klinikën tuaj? Eksperjenca si dentiste është që në vitin 2010. Okej. Më herët në fakt si asistente kam punuar asistente stomatologe që në shkollë vit parë, vit dytë. Kisha më dëshirë që të isha në kontakt me pjesën e punës, me pjesën e praktikës. Më pas kam punuar në klinika të ndryshme, derisa kam patur klinikën time para 7 vitesh. Dhe normalisht janë bërë shumë vite. Edhe me vitën ti fiton eksperiencë, fiton siguri, fiton komunikim më afër pacientit, kupton pacientin nganjëherë dhe pa folur, e din se çfarë ai kërkon, sepse pak a shumë në rastet e ripërsëritura, nuk është se ndryshojnë. Nëse do bëj një krahasim normal për ju si mjekë, pacientët janë të gjithë pacient, po pacientët lokal dhe ata që vinë për turizëm dentar, ku janë diferencat? Për një kohë kaq të gjatë normalisht bëhet një diferencë. Isho pak të trembur, pak, sepse është normale, se ndrojnë ambient,
ka nevojë për mbështetje më shumë. Se një pacient që është është zonës nuk e ka kaq shumë nevojën për mbështetje të një dhe ty ndoshta ose ndërsa pacientët jashtë kanë nevojë më shumë mbështetje. Shpirtërisht duhet të rish pak më shumë gati, më me kujdes, edhe ti shpjegosh pak më qartë. Po, ndjen pak si lost, pak si të humbur, pak, por që janë të komunikueshëm, përgjithësi janë të komunikueshëm. Në bisedime na kanë mirë kuptuar në procedura, domethënë bashkëpunojnë me doktorin, nuk është se ne hasim vështirësi në komunikim ose në bashkëpunim, janë të bashkëpunueshëm. Kjo, rëndësika që ti shpjegohet procedura paraprakisht. Po, i shpjegohet çdo procedurë, po në përgjithësi edhe pacientëve shqiptar, i shpjegohet çdo gjë, por sidomos pacientët tuaj duhet mundohemi të jemi më afër edhe në shpjegim, por edhe në rëndësinë e çdo procedure, sepse duke qenë në një vend të huaj është pak më e vështirë për ta situata, por e kemi kaluar shumë mirë, madje me shumë humor edhe janë treguar të dashur, të mirëkuptueshëm dhe bashkëpunues me to. Si e menaxhon ti një pacient më të vështirë? A ka ndonjë ilaç specifik që ja jep? Nuk mendoj që ka pacient të vështirë, paktën në këtë fazë. Të jetës time, të karrierës time nuk ka më pacient të vështirë, sepse pak shumë pacientët janë të njëjtë të ripërsëritur. Të njëjta natyra, jemi një staf i tërë që jemi në gatishmëri të pacientit për çdo gjë, absolutisht për çdo gjë. Deri në momentin që ai vjen dhe ikën, ne jemi aty për të. Domethënë mund të telefonojnë apo të shkruajnë out of hours. Dentisti në çdo orë, edhe natën. Edhe natën. Dentisti çdo orë, telefoni është i hapur. E kam vënë re që në trajtimet dentare nuk kujtohen për mjekun derisa i dal narkoza. Aty më duket i fillojnë dhimbjet dhe thonë o. Po, në momentin pas procedurave, normalisht rikuperimi është pak, le të themi, i vështirë, më shumë emocionalisht, se është diçka e re. Doktor Shbënilda, më fol pak për stafin, sa veta jeni në klinikë, si funksiononi? Klinika quhet Crystal Dent, vendodhja është në Tiranë, është një klinikë krahasimisht e madhe. Staf pronarja klinikës jam unë, e biznesit, jam dhe dentistja kryesore, menaxherja e klinikës. Kemi mjekun kirurg, pjesë të klinikës, kemi mjekën ortodonte, që jemi dy, ortodonte dhe unë jemi dy ortodontë në klinikë. Kemi një kirurg i cili është specializuar në Amerikë. Në lidhje me oraret, sepse diferenca në fushën e turizmit dentar është se shpeshherë duhet punoni rreth pacientëve, nuk e kanë mundësinë të rrinë aq kohë të gjatë për të arritur një transformim të plotë, i kanë gjithmonë kohët më të reduktuar, duan të bëjnë një pushim ndërsa janë këtu. Tani normalisht kur bëjmë procedurat e turizmit dentar, janë procedura të shumta për një kohë, le të themi, të shkurtër, sepse një pacient që jeton në vendin tonë e merr shtruar dhe vjen gradualisht një ditë, një javë, vjen dhe më gjatë. Po, ajo është një kohë që merret në dispozicion të tyre. Deri më tani gjithë pacientët kanë mbaruar në kohë, nuk kanë pasur probleme. Ka rekord. Po, e të shoh shpesh që në Shqipëri arrin të bëjmë këto transformimet e buzëqeshjes plot për pak ditë dhe një punë kolosale. Kjo është një kombinim i normalisht i përkushtimit, i eksperiencës dhe i viteve të punës, ose një normalisht ajo ndikon. Çfarë kam vënë re është që kur flasim me pacient dhe i themi po marr një shembull të një trajtimi, për shembull veneers apo IMAX veneers, dhe kur i themi që është minimally invasive apo është prepless në varësi të strukturës dhëmbëve të pacientit, por harrojmë t'i japim detaje që ti do bësh veneers, por nuk i tregojmë gjëra që përfshihen në trajtim dhe pacienti mendon që do bëj veneers dhe kaq. Pastrimi i dhëmbëve të detajuar apo fillimisht bëhet konsulta me pacientin për të parë çfarë pacienti ka nevojë, pastaj çfarë pacienti ka dëshirë. Do të thënë nganjëherë edhe nuk përputhen, po do gjejmë një të përbashkët. Patjetër që jepen këshillat përkatëse për çdo procedurë. Do të thënë të gjitha këshillat që e nevojshme sipas rastit. Cilat janë pritshmëritë tuaja, doktoresh, në lidhje me turizmin dentar për 2026? Kam parë një boom shumë të madh këtë vit, por çfarë pritet? Për Shqipërinë unë e shoh një vend me potencial shumë të madh, në krahasim me shumë vende.
me shërbim shumë të mirë, pjesa më e madhe e klinikave kanë shërbim shumë të mirë, kanë bërë investime shumë të mëdha, kanë bërë investime dhe teknologji shumë të mira që kanë ardhur. Mjekët janë goxha të përgatitur dhe shikoj që zgjedhet shumë nga shumë shtete dhe jam e sigurt që kjo gjë do vazhdojë vetëm në rritje. Mjekët shqiptar janë shumë të përgatitur, janë shumë të zotë, bëjnë punë shumë të mirë, ofrojnë teknologji të mirë, ofrojnë shërbime të mira dhe me çmime të arsyeshme. Jemi ne gati për një fluks të turizmit dentar? Ne mendoj që ne fluksi dentar e turizmit dentar na ka marrë përpara. Dhe mendoj që ata janë goxha të lumtur me punën tonë dhe po na zgjidhin gjithmonë më shumë. E kam vënë re që jo gjithmonë na përzgjedhin për transformimet e buzëqeshjes apo gjithmonë trajtimet më madhore, po njerëzit kanë ardhur në Shqipëri dhe për mbushje më të thjeshta, sepse kanë qenë më të lumtur me rezultatin, duke krahasuar dhe me Anglinë. Të paktën një tregë dhe një zonë që unë e njoh. Problemet dentare në botë, jo vetëm në Shqipëri, janë të shumta. Kostot janë të larta. Në shtete të ndryshme kostot janë nganjëherë shumë të larta. Arsyet janë të ndryshme politike të vendit, por normalisht nuk ka individ që nuk ka nevojë po them, për trajtime dentare shëndetësore fillimisht. Pastaj për ato estetike që normalisht ne gjithmonë tentojmë të estetika dhe gjithë të prirur jo vetëm për pjesën e dhëmbëve, por për gjithçka që të priremi estetikisht përmirësohemi. Çfarë këshille ke për njerëzit si të mirëmbajnë dhëmbët pas një trajtimi për shembull me kurora zirkon të gjithë gojës? Është një goxha trajtim invaziv, por ato ditët e para jam e sigurt që duket buzëqeshja komplete transformuar, është e bukur, shumë si ta mirëmbajnë. Në përgjithësi, pacientët mbas një transformimi të tillë janë shumë të kënaqur estetikisht. Do të thënë sa po shikojnë pasqyrë janë kështu, wow, faleminderit. Mbaroj. Faleminderit. Faleminderit shumë, jam shumë e lumtur, realisht janë shumë të kënaqur. Marrin dhe opinionet e miqve të afërm dhe familjarëve dhe ata ju japin të njëjtin impakt, kështu që dalim te pjesa e dytë. Një gjë shumë e lezetshme që më ndodh është momenti që bëhet preparimi dhëmbë dhe vendosim më vonë, 1-2 ditë vendosim kurora, po pacienti duke u mësuar shumë rehat, me dhëmbë të vegjël, edhe ju duket sikur diçka i rëndon në momentin e parë, orët e para. Edhe më thonë, dëgjoj doktoresha, jam shumë i mirë, jam shumë lirë, mund të rëndon diçka. Edhe kalojnë disa orë dhe thonë që okej, unë jam shumë mirë, jo, unë jam shumë mirë, jam shumë okej. Është disa impakti diçka e të re në gojë. Pjesa e higjienës patjetër, ku kemi implante, kurora, Emax, punime të ndryshme, protetike, të lëvizshme, fikse e tjerë, duhet kemi një higjenë pak më të kujdesshme, po pak më shumë kujdes. Duhet ta kemi gjithmonë kujdesin tek higjiena orale dhe edhe tek dhëmbët tonë, çdo ditë. Pacientët patjetër që rekomandohet dhe aparatura specifike që ndihmojnë ose solucione specifike plus larjes normale që dihet. Dhe besoj një sa kohë duhet shkojnë tek mjeku për një pastrim profesional që është rekomanduar. Kontrollet, po zakonisht pacientët e turizmit janë mësuar që të shkojnë tek mjeku një herë në 6 muaj, kështu që për ta është normale. Procedurë normale. Doktoresh Brunilda, ky podcast i sotshëm ishte thjesht një prezantim për ju, për stafin tuaj, për klinikën tuaj. Kam pasur shumë kënaqësi të kem sot këtu. Në një podcast të ardhshëm do flasim më shumë dhe për trajtime specifike që ju bëni në klinikën tuaj. Për momentin, kam vetëm një pyetje për ju. Dua oferta për Krishtlindjen. Ose për vitin e ri. Do kemi shumë oferta se janë dhe festat dhe patjetër që duhen me oferta. Do të postojmë platformë, t'i ndajmë me pacientët tanë dhe suksese për gjithë. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi, ishte një bisedë shumë e këndshme. Miq, Sirena do t'ju tregoj si të më gjeni mua. Mirupafshim. Thank you everyone for joining us on today's podcast. Stay tuned for more and don't forget to follow us on our socials.